Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhis salam. Me ardhjen e muajit të Ramazanit, gjithmonë muslimanët ngrenë pyetjen se kur fillon muaji I Ramazanit, në cilën ditë. Dhe gjithmonë hoxhallarëve I vijnë pyetje, kërkim fetvaje se kur ta fillojnë agjërimin e Ramazanit. Dhe për të ardhur keq, gjithmonë krijohen konfuzione, krijohen kontradikta, kundërshtime midis muslimanëve dhe ka për tyre të cilët mund të agjërojnë një ditë para ose një ditë mbrapa. Origjina dhe asli është se muslimanët agjërojnë me shikimin e hënës dhe e çelin dhe përfundojnë Ramazanin me shikimin e hënës të muajit Shawal. Lejohet gjithashtu shikimi I hënës nëpërmjet teleskopit. Pyetja është, a lejohen për llogaritjet ose llogaritjet astronomike në caktimin e fillimit të muajit të Ramazanit apo përfundimit të tij? Fetvaja dietarëve është që llogaritjet astronomike nuk lejohen në përcaktimin e fillimit të muajit të Ramazanit ose përfundimit të tij, edhe nëse është I saktë, sepse Islami ka ardhur në tekstet e tij duke u drejtuar tërë muslimanëve, atyre që kanë mundësinë të përllogarisin këto përllogaritje dhe ata që nuk kanë mundësi. Dhe për këtë ka këshilluar, ka udhëzuar që agjërimi I Ramazanit të fillojë me shikimin e lirë të hënës. Dhe nëse hëna nuk shikohet, atëherë porosia e dytë është që të plotësojmë muajin Sha'ban, ta plotësojmë 30 ditë dhe më pas të fillojmë agjërimin e muajit të Ramazanit. Problemi është se në disa vende nuk mbështeten tek shikimi I hënës, por se mbështeten tek kalendarët, të cilat I kanë dalë në përfundim në bazë të llogaritjeve astronomike. Atëherë gjithashtu kemi disa tekste të tjera të cilat na këshillojnë, na udhëzojnë që të ruajmë bashkësi në këta adhurime madhështore, s'është agjërimi I Ramazanit ose haxhi. Thot profeti alayhis salam, agjërimi është ditën kur agjërojnë tërë muslimanët. Çeli e agjërimit Bajrami është gjithashtu dita kur gjithë muslimanët e çelin dhe bëjnë Bajram. Për këtë, besimtari s'duhet të nxitohet dhe të krijojë konfuzione, dhe të krijojë konflikte dhe kundërshtime midis muslimanëve, pikërisht në atë vend I cili është sprovuar ta fillojë agjërimin e Ramazanit nëpërmjet llogaritjeve astronomike. Për të ruajtur bashkësimin midis nesh, atëherë muslimanët, këshilla ime, atë që unë shikoj të saktë, të vërtet, është që mund të përpiqen sa të kenë mundësi që të mos kundërshtohen. Për shembull, nëse në vendin tonë në Shqipëri kanë caktuar të jetë agjërimi I Ramazanit në ditën e mërkurë, për shembull, dhe kjo është në bazë të kalendarit, atëherë le të përpiqemi që mos të dalim nga kjo që është përcaktuar dhe të shikojnë një nga vendet muslimane të cilat bazohen në shikimin e hënës. Dhe nëse ai vend musliman e shikon hënën po në atë ditë që është caktuar në kalendar, atëherë urdhërohemi dhe këshillohet që të agjërojmë në atë ditë duke pasur një pretekst shariatik ku mbështetemi. Kemi një bazë shariatike ku ne mbështetemi
është shikimi i hënës në një vend tjetër islam. Ose nëse nuk shikohet hëna, bazohemi në argumentin e dytë, plotësimi i 30 ditëve të Shabanit dhe pastaj agjërohet Ramazani, fillon agjërimi Ramazanit. Pra këshilla ime është le të mundohemi të mos të përçahemi dhe të marrim shkaqet e bashkimit, sepse këto adhurime, një nga urtësitë më të mëdha është agjërimi bashkërisht. E lusë Allahun e madhëruar që të na pranoj punët e mira, lutjet tona dhe të na mundsoj të arrijmë këtë muaj madhështor, të na mundsoj të agjërojmë këtë muaj dhe të na marrë këtë muaj, të agjërimin e këtij muaji të pranuar për nesh. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.